Sigurisht situata është paraqitur problematike edhe sikurse e pam në këto pamje në DAIAS të Tiranës, mbrëm ka pasur edhe zjarfikës që kanë rrezikuar jetën në këto flak, sigurisht duke bërë maksimumin e tyre për të bërë të mundur që flakët të mos i afrohen banesave, të mos rrezikojnë jetën e qytetarëve në këto zona, por ka qenë edhe gazetari Igli Çelmeta që deri në orët e vona të mbrëmjes kanë ndjekur nga afër aksionin e zjarfikësve pikërisht pranë DAIAS-it në Tiranë. Igli Çelmetën e kemi në lidhje të drejtë për të na dhënë më shumë detaje nga ajo çfarë ka mbetur sot, por sigurisht edhe ai operacioni mbrëmjes së djeshme që ka qenë me një rrezikshmëri të lartë. Përshëndes Igli. Fillimisht çfarë ka mbetur sot e si është situata në zonën e DAIAS-it? Poloneta e gjithë kurora e Gjelbër e 4 fshatrave të Tiranës, Prisk e Madhe, DAIAS, Gur e Vogël dhe një pjesë e Lundrës është shkrumbuar totalisht. Siç duket edhe nga pamjet e drejt për drejta që përcjell operatoria 2 CNN e Ndrit Myftari, ne aktualisht kemi pra situatën aktuale të vatrave të zjarrit në Prisk të Madhe, në Gur të Vogël, në DAIAS dhe një pjesë të Lundrës, ku siç duket nga pamjet e drejt për drejta, pra janë shkrumbuar totalisht qindra rrënjë ullinj të mbjella pra në një sipërfaqe kodrinore në pjesën e Lundrës. Mbrëmjen e djeshme situata me vatrat e zjarrit në këto 4 fshatra të kryeqytetit ishte tejet e përkeqësuar dhe e rënduar për shkak se gjatë natës ishte e pamundur ndërhyrja nga ajri me helikopter për të neutralizuar vatrat e zjarrit. Edhe shërbimi i zjarfikës, emergjencat civile e kishin tepër të vështirë për të ndërhyrë nga terreni për shkak të terrenit malor dhe kodrinor, e kishin të pamundur pra të shuanin flakët e zjarrit. Situata ishte më kritike për shkak se vatrat e zjarrit u afruan drejt banesave. Në fshatin Gur e Vogël situata ishte më kritike, ku rreth 10 banesa u evakuan banorët nga emergjencat civile dhe nga policia e shtetit për shkak se flakët u afruan fare pranë, duke vendosur edhe disa mjetet të shërbimit zjarfikës për të vendosur një perimetër sigurie nëse flakët pra do afroheshin më tej pranë banesave. Gjithashtu në fshatin Prisk e Madhe janë djegur edhe 3 banesa, por banesa të vjetra të pabanuara si pasojë e zjarrit janë shkrumbuar totalisht. Pothuajse Loneta e gjithë kurora e Gjelbër e këtyre 4 fshatrave të Tiranës, pra Prisk e Madhe, Gur e Vogël, një pjesë e Lundrës dhe DAIAS-i janë shkrumbuar totalisht. Vatrat e zjarrit vijojnë të jenë ende aktive, por krahasuar me mbrëmjen e djeshme situata është normalizuar dhe është vendosur nën kontroll nga shërbimi i zjarfikës. Në orët e para të mëngjesit të sotëm ka nisur pra ndërhyrja nga ajri me helikopter, ku helikopteri pra mbushej me ujë në liçenin e Farkës dhe më pas vinte drejt vatrave të zjarrit për të neutralizuar përhapjen e tyre dhe për të mos lejuar pra afrimin e flakëve pranë banesave. Sipas informacioneve nga emergjencat civile dhe nga Ministria e Mbrojtjes, sipas tyre tashmë situata është vendosur nën kontroll, sidomos në këto 4 fshatra, edhe pse po mbahet në monitorim të imtësishëm nga shërbimi i zjarfikës dhe nga emergjencat civile, pasi në ditët e mëparshme kemi parë që vatrat e zjarrit, sidomos në Krujë, kanë marrë për masa të jashtëzakonshme, edhe pse ka pasur ndërhyrje nga shërbimi i zjarfikës dhe vatrat janë neutralizuar. Në fakt, duhet ndalem pak, Igli, edhe tek disa video shqetësuese që kemi parë edhe në media, në rrjetet sociale gjatë ditës së djeshme. Si është edhe gjendja e zjarfikësve që kanë marrë pjesë në këto operacione? Nuk pati të lënduar, apo jo?
Poloneta në fakt pati dhe një situatë kaotike dhe të frikshme gjatë ndërhyrjes së shërbimit zjarfikës në zonat që u përfshin nga flakët në këto 4 fshatra, sidomos në Daias, ku 2 mjetet të shërbimit zjarfikës dhe disa punonjës të shërbimit zjarfikës u afruan për të neutralizuar flakët në fshatin Daias, pasi përhapja e tyre mund të shkonte pranë banesave, por në një moment pati një përhapje të përmasave të mëdha të vatrave të zjarrit, duke rrezikuar seriozisht edhe jetën e punonjësve të shërbimit zjarfikës,